Korriku po konfirmohet si muaj me fluksin më të lartë të vizitorëve në Gjirokastër. Çdo ditë qindra turistë vendas dhe të huaj zgjedhin të vizitojnë qytetin e Gurtë duke krijuar një atmosferë plot gjallëri në pazarin karakteristik, të cilët ndalen për të njohur historinë, arkitekturën dhe traditat e qytetit të mbrojtur nga UNESCO. It's beautiful. Është hera ime e parë në Gjirokastër dhe më ka lënë shumë përshtypje. Qyteti është i bukur, plot histori dhe njerëzit janë shumë mikpritës. Gjithçka shumë autentike, arkitektura, rrugicat me kaldrëm dhe pamja e qytetit e bëjnë këtë vend të paharrueshëm. Me siguri do të rikthehemi. Na pëlqeu shumë pazari i vjetër dhe kalaja. Atmosfera është e veçantë dhe ushqimi tradicional është i mrekullueshëm. New Zealand. Kemi udhëtuar në disa vende të Shqipërisë, por Gjirokastra është ndër qytetet më interesante. Do t'ua rekomandojmë edhe miqve tanë. We just got here yesterday. Ndërsa sezoni turistik hyn në pikun e tij, Gjirokastra vjen të mirëpresë çdo ditë, mira vizitor vendas dhe të huaj. Fluksi i lartë i muajit korrik pritet të vazhdojë edhe në javët në vijim, duke mbajtur qytetin e Gurtë mes destinacioneve turistike më të frekuentuara në jug të vendit.